Rikthyer në këtë pjesë të dytë dhe ju I dëgjuat sa I dëgjuat lajmet nga Ed Hallaçi. Po I dëgjuat shumë seriozisht. Tani është momenti për të mos I marrë lajmet kaq seriozisht. Edi na ka zënë lemza nga ana tjetër, po këta çuna çka kanë. Edi për atë gjë. Po. Të përshëndesim. Po. Kështu që le ti trajtojmë lajmet jo aq seriozisht saç na jep Ed Hallaçi, sepse është fiks momenti. Bukur shumë. DJ Gedo se ka bërë gati bazën, kështu që le të vazhdojmë kolegë. Mos na merrni seriozisht. Haj. Pse Putini po bëhet gjithnjë më popullor në Serbi? Se serbët I kanë hap derën, futu brenda I kanë thënë. Putin, do të thënë. Si futë ja futë brenda. Po futë brenda. Futë brenda. Po futë brenda. Putin, nga Putini kalojmë direkt te Shakira, e cila konfirmon romancën me aktorin 15 vite më të ri. Pasi u nda nga Piqué, Shakira vendos të ndryshojë strategji nga mbrojtës në sulmues 15 vite më I ri. Parametrat Cristiano Ronaldos. Patjetër, gjithë I kam, ashtu I kam. Seanca paraprake në GKKO zbardhen kërkesat e kryemadhit. Të marrë dhe kam prajmën prapë, kështu që shifem me të mërkurën. Bukur shumë, e madhe fare. Imagjino ça. Si të ngul bigu, o migo, o koleg. E kupton çfarë bëhet? Sulmin ndaj Vilës 31. Berisha kërkon ndjes. U habita kur e mora vesh se s'dia që ishte qendër kulturore. Çfarë batutë tifuzim kësaj, o kolegu? Çfarë batutë tifuzim, kjo është batutë në vetë. Ece merre vesh, nuk e dinte. Po mirë që në 2013 se ka dita I të ndryshimi çfarë. Zbulimi I fundit Epstein. Ku është? Jo, sa shemo. Thash se të kishte nis mesazh ty se. Jo. S'do të çuditesh. Se ti je perri. Më je perri. Po ti je perrion. Zbulimi I fundit Epstein vetëm një ditë para se të arrestoj tentoi të blinte një pallat në Marok dhe 17 hyre në Tiranë meqenëse po I blinte njëri e kishin ngel bashit. Po, bravo Epstein që kontribon për vendin ton duke rritur GDP-n e vendit. Bravo, një duar trokish. Investoj sigurt. Se po duar trokishim, çfarë po duar të kasim, se është. Për apartamentet e pashitura. Epstein, rrimagomat e Epsteinit donte të vinte nën presion. Bill Gates pranon se ka pasur afera me 2 gra ruse. Ore Bill, ç'a thua? Ai di këto gra jote këto puna apo jo? Si I pranon këti kështu ashiqare këto? Nga ky moment. Ku e merr? Nuk mbajmë përgjegjësi. Po ku di gruaja e Billit shqipo burçe fut koti. Kim Jong-un zotohet të forcojë programin bërthamor. Ndjek paradën ushtarake me vajzën e tij, ndërkohë që këtu te ne vajzat e vogla luajnë me barbie me manikyr, atje luajnë me tanke, mitraloza, bomba. Dhe si për ironi jemi po ne që ankohemi e themi se jeta luftë. Bravo vajzat e mbara. Beteja Musk Bezos, pra Elon Musk Jeff Bezos për kontrollin e hapësirës, njësoj si betejat e shqiptarit për vendin e parkimit. Gjë që s'ndodh. E kam unë, e ke ti. E ka emrin dashuri, ata I kanë mbaruar gjitha betejat e tokës, kanë filluar kush kap yjet lart në qiell. Po Ylli Limanin se kapin dot këta. Ylli është Yni. Po bakën? Jo, Po patën ai dasëm edhe. Po. Edhe. Një tramvaj I linjës në Milano ka dalë nga shina duke goditur një ndërtesë. Shoqërinë e këtu skeme se do rrini me merak. Jo, re por ça thua. Salvini elogje Ermal Metës, flet një italishte të përsosur, I vlerësoi emigrantët që janë integruar. Nëse integrimi do të bazohet tek e folura e italishtes, atëherë gjysma e popullit shqiptar që nga një shkallë më lart se integrimi. Bravo ju qoftë. Dhe atëherë bie Vlora është kryeqyteti I integrimit. Po edhe Durrësi është zëvendës kryeqytet apo? Po, zëvendës kryeqytet jo, me 2 zëvendës kryeqytet. I bie ajo pjesa Shëngjinit andej. Po, edhe që ande I iknin anijet atëherë, çfarë na kanë bërë. Na mbyti, si nuk dëgjuam njerëz të vinte ania italiane nga Italia në Shqipëri me emigrant. Pse vjen vetëm ne ande jo? Vjen tani mor koleg me turist. E shef si është bota portokale. Po pse më po është bukur e burr të vi italiani këtu të kërkoj punë. Po vjen italiani këtu. Po se vjen për bardhëmbët, vjen për mbjell vlogët, vjen për sa vjen këtu. Vjen. Ne bëjmë masazhe shumë mirë, Juli. Ku? Masazhe? Kudo në Tiranë. Kudo, ku të duash? Policia bastis pronat e vëllait të ish kryeministrit Milo Gjukanović në qendër të Podgoricës. Thash edhe Pogradeci. Kur tha se do bënte pastrim policia, nuk e pati fjalën për pastrim plurit sirtare. Jo, kishte bastisje. Rruga gëlltit makinën në mes të kryqëzimit. Po flasim për Nebraskën në SBA, jo këtu. Jam se duhet situar burimi. Ndodhen edhe andi nga Korça, por jo, nuk e gllabëroi makinën në kryqëzim. Do
Dogana e Kapshticës bllokon 1 ton mjalt pa dokumentacion. Urna? Ndërkohë bletët kanë dalë në protestë. Nuk na keni thënë që duhej pasaport për të kaluar kufirin. Po tani si E di kështu me dokumentacion. kartë identiteti këta Po si prandaj. dokumentacion për mjaltin o burr? A është ai e ke parasysh kur thotë martesa? Ha. A je tek mjalti apo je tek Po te mëja tjetër. prandaj për ta verifikuar është mjalt apo është më tjetër? Po me provë burr. Gruaja, mjalti, sharqiri janë me provë. Nuk ka kështu. Edhe me të prekme. Me të prekme. Edhe shalqiri bi kështu. Se di unë si e keti nga anë tuja, ne e ke me provë. Ti i bite koka grus? Jo, shalqiri A, ke, te koka shalqiri. Po si ku mi radhën tjetër edhe i bit shalqiri te koka, që i bit pa. Po. Shega i pjek. Bjeri Juli te koka se ne Bjeri kemi gajde G. kemi spote publicitare, rikthehemi sërish vetëm pas pak. Kemi mos më bëj filma mu. Jo, spote. Rikthyem. Dhe tani do të shkojmë aty ku ne bëjmë filma dhe regjisorët çmenden dhe vënë duart në kokë, bashkë me aktorët thonë pu ç'po na bëjnë. Po. Na e falni, shqiptarë jemi edhe ne. Hajde, nuk ka DJ problem. Geros, të lutem atë bazën dhe ne fillojmë me një herë. Kolegu i ka vesh rrobat, gati në rël. Po. Unë jam italiani këtu. Po. Mato Gruda ka probleme serioze. Vitet kanë kaluar, por ai nuk ka ndryshuar, madje më shumë është rënduar. Topin gati dhe ka mendjen tek lufta. Por, kësaj radhe është përballë psikologut dhe ngjarja merr tjetër rrjedh. Mund të fillojmë kur të jeni gati, zoti Mato. Ato e di unë. Çfarë? E dëgjove? E dëgjova apo jo? Nuk dëgjova asgjë, zoti Mato. Zhurmën, si bubullim diku larg. Ç'po të zhbonte, zoti Mato? Më kanë thënë se jetoni vetëm. Si? Në fshatin e vjetër? Jo. Kam edhe Topin. Top Channelin? Jo. Zoti Mato? Top Albania Radio. Mato, njëri kolos. Edhe njerë. Për çfarë Topi po flet? Po flas për Topin dhe kështu fillon gjithmonë. Fillon me zhurmë, pastaj rriten dhe çmimet. Dhe Topin e kam aty për 30 vitesh në obor. Mato, shko pak më poshtë, Mato. Më poshtë jam. Se e kryem këtë gjë, Mato. Ç'po thua? E kam Topin për luftë. Po ç'do? Për luftë, të thashë. Luftë kundër kujt, zoti Mato? Kundër jetës. Se jeta po më sulmon çdo ditë. Kjo është jeta, Mato. Kshu është kur s'ke pare, Mato. Buk, djath, shalqi. E mos të plasi fare, Mato. Spartans, prepare for the glory. Po tani me kë po lufton, zoti Mato? Me çmimet. Pse? Vajti nafta bum. Vajti gjiza bum. Vajti qiraja bum boteng. Po Topi nuk i ul çmime, zoti Mato. Çmimet si ul, po mua më jep moral. Të rosh, a të mos rosh. Topin nga shtëpia ta drejtosh. Çfarë ke, zoti Mato? Filloi lufta tjetër. Po tani me kë? Me gruan. Pse? Sepse ka kohë që më thot Topin e ke të madh, po gjylet të janë lagur, nuk shkrepin. Ti pas ke ngjitur dhe pas ke ngritur repart ushtarak, zoti Mato, ndërkohë që zonja kërkon repart romantik. Mato, problemi nuk është te Topi. Problemi janë deklaratat e saj. Në fillim ishte si raket, më thot, tani e si kapsolli vitit të ri. Po pse nuk flet hapur me të, zoti Mato? Fola, doktor, fola. E i thash, jam i lodhur nga puna, nga kredit, nga hallet, nga streset. Po unë s'dua kredit, dua energji, më tha. Dhe çfarë i the ti, zoti Mato? I thash, kam energji, por po e ruaj për emergjenca. O, Mato, më tha, po ne si jemi NATO, jemi çift. Dëgjoj, ti nuk ke nevojë për artilleri, zoti Mato. Ke nevojë për karikues. E shef këtë? Ja ta heq pak. S'po dil ka, zoti Mato, që nga i shtrënguar shumë fort. Është futur thellë. Mato, të ka rënë bateria, jo burnia, Mato. Ato e di unë. Topin e paske për jashtë, por lufta të zhvillohet brenda. Mos e ngatro borin në dhomën e gjumit, zoti Mato. Kam edhe një hall tjetër. Çhalli ke? Një herë në javë kalon policia edhe më veç gjop për parkim të gabuar, nga që tyta është gjysë në rrugë, gjysë në trotuar. Mato, mirë je bir, Top. më shumë se sa top. Më dukesh fare. E mirë, top fare. Po që bën gjithë ditën me top, Mato? S'është e çuditshme? Dal në mëngjes, e fshi me leckë, e i them qëndro gati se sot kemi betejë me faturat. Po nuk i la do të kshu faturat, zoti Mato. Është çështje sistemi. Oh,
Mora topin, dola malit të luftoja për atë dhe. Ku ta dija unë i shkreti se armiku ishim ne. Mato, ec, se ka armë. Kush, ku? Bëj shaka, zoti Mato, se për të hequr mendjen. Pse nuk e heq topin di zoti Mato tani që kujtohem? Ato e di unë, po e hoqa do vinë edhe do ma zënë vëndin do një ndërtues. Vjen një me projekt 3D, kull panoramike me pamje nga Plagumere. Po pse e keni drejtuar nga Kodra, zoti Mato? Se andej fillon trafiku, çdo mëngjes bori, sikur po sulmojnë Iranin e jo po çojnë fëmijët në shkollë. Keni probleme me trafikun? Problemi s'është trafiku, problemi është parkimi dysh. Njëri lë makinën në mes të rrugës, futet e pi kafe. Tjetri i bie Boris dhe don rëmuje zhurmë. Ju, doni rëmuje zhurmë, i bini Boris, doni volum. Ja, she baba këtu, bam topit dhe e kam drejtuar topin nga Kodra. Nëse vin, unë jam gati. Po kush do vi, mo zoti Mato? Ata. Kush janë ata, zoti Mato? Ato e di unë. Gjithmonë janë ata. Ndryshojnë emra, ndryshojnë flamujt, por gjithmonë janë ata. Mato, kam një pyetje. Po. Kur ishte hera e fundit që ju erdhën? Mua apo gruas? Mato! Në 97-ën mendova se erdhen. Vazhdo. Pastaj në 2008-ën kur më morën tokën për rrugën. Vazhdo. Pastaj kur djali iku jashtë edhe s'u kthye më. Vazhdo. Gjithmonë dikush të merr diçka. Dhe topi, çfarë të jep? Qetësi. Kur e pastroj, kur i heq pluhurin ndjej sikur kam kontroll, sikur nuk jam më viktim. A ke gjuajtur ndonjëherë, zoti Mato? Kam gjuajtur dikur 1-2 goca në fshat, po s'ma varen. Mato! Gjuajtur me topin, jo me gjuajtur. Gjuajta 1-2 herë, po s'qëllova në shenjë. Në vend të gjuaj armikun, gjuajta një urë e shemba bllokova miletin. Mato, po me urën çpate. Ato e di unë. He, zoti Mato. Po çike këto që na bën më po. Po si mund ta Po s'kisha për të herë nga këto. Si mund ta paralizosh topin e Matos me topin e Matos? Top për top. Po nuk, ke do s'lutem na rikthej prapë se ky Juli na e kupton çfarë paralelizmi bën me topa ky. Pa do luaj me topa të shi. Po se di me ç'a luan ti koleg, po. Ti me topa luan. Po bowling, futboll, tenis, po nga. I lutet tenis. Po ping pong që ka topa më të vegjël apo? Se shumë vegjël, si kontrollojnë dot ata. Si kontrollojnë, s'ka që kontrollojnë tjerë. Dikin ata janë dhe më të holl, shumë më të lehtë. Po kështu janë kur janë plot. Duhet më mushet dora. Prandaj pëlqej topa tenisit, ja. Okej, mirë, 19:27 minuta, toka nga Fly Project dhe sa ka kjo këngë. Po normal o burka ditëlindjen sot keto si po e pranon. Edhe 100 ketos. Respekt, gëzuar ditëlindjen DJ Jon. Apo se ka sot. Ky staf po të uron. Ikim.